Mbas këtij sulmi që ishte gati, të themi, afër, të themi apokalipsit për ata, sepse njerëz të cilët e kanë dëgjuar thonë që shpërthimet kanë qenë të tmerrshme. Realisht ndihmuan apo jo për ta ndryshuar regjimin, apo ndodh ajo që ndodh në disa vende të tjera, që sulme të tilla i bën që regjimet të forcojnë, e forcojnë në mënyrë indirekte. Ka dy tezet. Rrëzimi i regjimit nga jashtë, sjell një forcim edhe vetë popullit brenda atij regjimi megjithëse e ka kundërshtuar. Dhe tjetra është edhe ajo që ndodhi në Irak, ju mani mend. Dhe tjetra është më mirë rrëzimi nga brenda. Qartë. Mirë, po në këtë situatë duket sikur për një moment ky u forcu, fitoi kohë. Fakti që arriti edhe këtë marrëveshje paqe. Që është marrëveshje e madhe. Që mu nuk më duket se do të jetë një marrëveshje permanente ose afatgjatë, nuk më duket. Por në anën tjetër ju përmendët diçka shumë të mirë për Netanyahu, kur ti ke një problem si rripi i Gazës dhe ke këtë çështje primare, ti hap dhe një front tjetër. Ty tash nuk po diskutohet më për rrypin e Gazës. Ashtu siç edhe në atë summitin e Kanadas ishte në agjendë për Ukrainën dhe hiku Superman Ukraina ishte doli Irani. Tash Shtetet e Bashkuara, a mendoni se duke bërë një ndërhyrje të tillë në Iran, janë vënë gatishmëri Rusia, Kina për Tajvanin? Sepse tash ka rrapë mendja këtej. Ukraina u harru fare pastaj. Dhe a do të zhvendosen, a ndoshta mos po krijohen harta të reja gjeopolitike në botë? Më vjen mirë që e hapët këtë plan. Po përshtroj diçka në fillim të viteve 90. Një njohës i jashtëzakonshëm i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe në mos gaboj edhe sekretari i shtetit Tikund ose këshilltar Zbigniew Brzezinski. Brzezinski ka qenë këshilltar i presidentit Carter, i sigurisë kombëtare. Shumë njeri i zotit dhe konservativ. Shumë i zotit. Dhe ai ishte një nga... Dhe më faqi për pres, për Brzezinski ishte i djathtë. Dhe kur e mori Carteri, i tha, okay, do marrësh mua. Jo, ai që mori Carteri, që ishte, ja kam harruar emrin e majt tash, i tha, se si funksionon ta them këtë bota e qytetëruar, i tha, faleminderit, tha, po ti duhet marrësh edhe një krahun tjetër, tha që është Brzezinski, tha që ti një gjosh të dy krahët.